Humbja e një vajze shqiptare në Rom, kryeqytetin e Italisë, u shoqërua me mister për një javë rresht. Por pas disa ditësh në periferi të Romës, në anën juglindore në një rrëpirë në zonën e Polit, u gjën trupi një vajze të re të vdekur brenda një valixhe. Pas verifikimeve paraprake, rezultoi se bëhej fjalë për 22 vjeçaren shqiptare, Ilaria Sula, e denoncuar e zhdukur që prej datës 25 mars 2025. I dyshuari kryesor për krimin është i dashuri i saj me origjinë filipineze, Mark Anthony Sampson. Ky i fundit, gjatë marrjes në pyetje mbrëmjen e datës 1 prill, rrëfeu se çfarë kishte bërë dhe tregoi vendodhjen e trupit. Gjatë marrjes në pyetje para prokurorit të çështjes, i dyshuari si autor i vrasjes nuk i është përgjigjur disa pyetjeve. Ai u mjaftua duke thënë se e kishte ngarkuar trupin në makinë, e kishte mbyllur në një valixhe dhe e kishte hedhur poshtë një shkëmbë. Ai e hodhi thike në një kazan në lagjen Monte Sacro, por ende nuk është gjetur, ashtu siç nuk është gjendur ende telefoni i vajzës, i cili pretendohet se u hodh në një puset. Sulmi i vdekjeprurës dyshohet se ka ndodhur në shtëpinë e Mark Anthony Sampson në Via Homs në Rom, në lagjen afrikane, ndërsa në shtëpi kanë qenë të pranishëm dhe prindërit e 23 vjeçarit. Ky i fundit, student i arkitekturës, e goditi Ilarian me thikë kuzhine, ndërsa po hetohet nëse prindërit e tij kanë patur dieni apo ndonjë rol në ngjarjen e rëndë. Gjatë ballafaqimit me prokurorin publik, Sampson nuk ka dashur të japë përgjigje për motivin, për ditën kur ka ndodhur krimi dhe orët para sulmit dramatik. Hetuesit megjithatë kanë bashkuar pjesët e asaj që i dyshuari tha në orët e para të arrestimit të tij. Me sa duket, Ilaria u vra pa të mbrëmje të zhdukjes së saj, pra të martën me 25 mars, në atë që duket të jetë një krim pasioni, por hetuesit dhe detektivët po punojnë për të gjetur prova të një veprimi të mundshëm të paramenduar. Pasi i dha fund jetës së vajzës me të cilën kishte patur një lidhje romantike që zgjati disa muaj, 23 vjeçari e futi trupin e saj në një valixhe dhe e tërhoqi zvarr në makinë. Nga Via Homs, ai arriti në zonën e Polit, një qendër rreth 40 kilometra nga Roma. Hetuesit thonë se ai e hodhi trupin në një luginë të pjerrët dhe më pas u kthye menjëherë në shtëpi. Pas krimit, i dashuri i vajzës përdori celularin e Ilarias në përpjekje për të mashtruar gjatë kërkimit për gjetjen e saj. Ai fshiu profilet sociale të Ilarias dhe duke dërguar mesazhe lakonike sigurie tek familjarët dhe miqt që po e kërkonin që prej datës 25 mars. Ilaria Sula jetonte në një apartament me qira, së bashku me shoqet e saj në lagjen San Lorenzo të Romës, pak metra larg universitetit. Megjithatë, thonë hetuesit, ishte pikërisht analiza e qelizave dhe tabulatave telefonike që e inkriminuan Sampson si të dyshuarin kryesor, aty ku përqendruan dhe hetimet. Telefoni i vajzës i çoi hetuesit në shtëpinë në Via Homs dhe përgjigjet më tejshme mund të vinë nga kamerat e sigurisë në zonë, të cilat mund të kenë kapur fazat që i paraprin krimit ose operacionet për heqjen e trupit më pas. Në ditët pas zhdukjes, në përpjekje për të shuar dyshimet, studenti shkoi te miqtë e Ilarias për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me ish të dashurën e tij. Hetuesit do të analizojnë gjithashtu celularin e djalit në përpjekje për të rikuperuar çdo komunikim mes të dyshuarit dhe viktimës në orët para goditjes me thikë. Takimi i vrasësit me babain e Ilarias është një histori që në dritën e së vërtetës që ka dalë të jep drithërima. Ajo e rrëfyer nga Flamur Sula, babai i Ilarias, në programin Killa Visto. Ai më tha se i vinte keq, madje edhe më përqafoi. Tregon ai. Hera e fundit që dëgjuam nga Ilaria ishte e marta dhe ajo na tha se do të kthehej në shtëpi të shtunën. Thot babai i saj në një intervistë të transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në orën 21:20 në Rai 3. Ajo jetonte me shoqet e saj në Rom, ku studionte në universitet. Kjo ishte telefonata e fundit. Pastaj morëm disa mesazhe nga celulari i saj. Nga telefoni vinin mesazhe: "Jam mirë, jam me një vajzë." Dhe më pas më përsëriti: "Mos u shqetëso, jam mirë." Kjo na bëri të dyshonim, po të ishte e vërtet, vajza ime do të më telefononte. Të shtunën shkuam për të bërë kallëzim për zhdukjen e Ilarias. Më pas, të dielën takuam të dashurin e vajzës sime në komisariat. Nuk e dinim që ishin ndarë. Ai na tha se i vinte shumë keq, se ishte i shqetësuar për zhdukjen e saj. Ai, duke i qetë,
madje dhe më përqafoi. Ndërsa vëllai i studentes shqiptare të vrarë në Rom pyet pse e bëri këtë krim. Nuk mund ta shpjegojmë. Pse e bëri, nuk e kuptojmë pse e bëri, vetëm ai e di. Kështu thot Leoni, vëllai i vogël i Ilaria Sulës, i cili ka mbritur në kryeqytetin italian me disa të afër. Kam folur me Ilarian herën e fundit 2 javë më parë, sepse ajo erdhi të na vizitoj në Terni. Ajo ishte e qetë dhe nuk më thoshte për problemet. Pastaj vetëm mesazhe, por nuk jam i sigurt që i shkruante ajo. Ndërsa për të arrestuarin, ai thot, e kam njohur, kanë qenë një vit bashk, por janë ndarë. Ilaria Sula ndiqte kursin 3 vjeçar për statistikat në Universitetin e Romës La Sapienza dhe kishte lindur në Terni, ku jetonte dhe familja e saj. Ilaria Sula është vajza e madhe e 2 fëmijëve të Flamur dhe Gëzime Sula nga Çerma e Lushnjës. Bashkëshortët Sula prej më shumë se 25 vitesh kishin emigruar në Itali në qytetin e Ternit, aty kundërtuan jetën dhe lindën dhe 2 fëmijët.